Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku për t'i dhënë vëmendje edhe një herë tragjedisë e cila ditën e djeshme kaploi Republikën e Maqedonisë së Veriut. 16 marsi do të mbahet mend si dita më e rëndë, si dita ku mori 60 jetë të rinjve, ku mori një gjenerat të tërë, por njëkohësisht situata është shumë e ndërlikuar, situata është shumë e frikshme dhe pritet moment në moment të ndryshojnë gjërat. Me shpresën e Zotit, le të jenë vetëm ato 60 Zoti që ka përzgjedhur për t'i marrë nga ky univers dhe mos ketë edhe të tjerë. Ngjarja ka qenë shumë e trisht, kujtojmë historinë edhe një herë, brenda një diskoteke, quajtur diskoteka Puls në qytetin e Koçanit të Republikës së Maqedonisë, 59 të ri kanë ndruar jetë si faktor që nuk kanë mundur dot të dalin nga diskoteka pasi diskoteka është përfshirë nga flakët. Dyshimet janë se flakët kanë ardhur nga fishek zjarre, të cilat po përdoreshin për t'i dhënë një ambient sa më të bukur diskotekës. Mjeku apo disa nga mjekët të cilët kanë qenë në vend ngjarje dhe janë detyruar që të shohin këtë realitet të trisht me sytë e tyre dhe të prekin me duart e tyre, kanë dhënë reagimet në rrjetet sociale. I tillë është edhe mjeku Xhunejdi, i cili thotë: "Sot, si mjek në ndihmën e shpejtë, u nisa me urgjencë drejt spitalit të Shtipit. Pranë qytetit ku ra një tragjedi e rëndë, zjarri në Koçani. Pamjet që pash atje janë nga ato që s'mund t'i shpjegosh me fjalë. Dhimbje heshtur, britma e lot që dritnin shpirtin. Në mesin e asaj errësire, morëm 2 të rinj, një djalë dhe një vajzë, me djegje të thella, por me syt plot jetë e shpresë. Teksa i mbaja zgjua rrugës për në spital, më rrëfyen ëndrat e tyre, dëshirat e thjeshta të rinisë, dhe aty ndjeva zemrën të më çahej. Kur mbërritëm në urgjencë, pash prindër të dërmuar, me fytyrat e mbushura me frikë dhe lot, duke pritur një lajm për fëmijët e tyre. Një baba u afrua me zërin që i dridhej, duke më pyetur për vajzën e tij, që nuk po e gjente dot askund. Edhe as sot nuk di si ta përshkruaj ato sekonda që ndjeva, bashk me një mik të tinj, një njeri mirë. Kërkuam e ndam një dhimbje që na bëri të ndjejmë se sa të vegjël jemi përballë fatkeqësisë. Sot mësova edhe një herë se kur jeta na bie rënd mbi supe, nuk ka rëndësi prej nga ne vim, çfarë flasim apo çfarë besojmë. Ka rëndësi të jemi pranë njëri tjetrit dhe të jemi njerëzor. Të bashkuar mund t'i kalojmë edhe tragjeditë më të mëdha, sepse vetëm kur bashkojmë forcat, shpirtrat dhe duart tona, bëhemi më të fortë se çdo dhimbje. Ka qenë ky reagimi i njërit ndër mjekët të cilët ka qenë prezent në këtë tragjedi të madhe që ka kapluar Maqedoninë, ku 59 të ri nga mosha 14 deri në 25 ka qenë më i madhi, kanë humbur jetën ditën e djeshme, ku kufomat akoma nuk janë identifikuar krejtësisht. Në këtë humbje të madhe kanë humbur jetën edhe bendi i cili performonte në këtë diskotek, një diskotek e cila është mbajtur me korrupsion, një diskotek e cila nuk ka patur licencë pune një vit me radhë, do të thënë licencën e ka fituar në vitin 2013 dhe i ka përfunduar në vitin 2024, konkretisht po në muajin mars të vitit 2024 dhe në muajin mars të vitit 2025, një vit pas saj, diskoteka është përfshirë nga flakët. Pronari i diskotekës ka tentuar të aratiset, por uniformat blu të Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë arritur që ta arrestojnë dhe sot ai ndodhet në paraburgim, janë marrur në pyetje personat adekuatë të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje, që nga ato të cilët kanë lëshuar lejet edhe deri tek stafi më i vogël i cili është përfshirë në këtë situatë. Republika e Maqedonisë së Bashku me qeverinë e atij shteti janë treguar të zëshëm për këtë ngjarje, duke dhënë maksimumin e tyre për të shpëtuar sa më shumë jetë dhe për të zbardhur sa më shpejt rastin.
Dyshimet janë shumë të mëdha se kjo diskotekë ka funksionuar nëpërmjet fajdeve apo le të themi korrupsionit, një gjë që në fakt vazhdon të mbetet taban nëpër Ballkan dhe vazhdon të mbetet taban në shoqërinë tonë, pa marrë parasysh a jetojmë në Maqedoni, a jetojmë në Kosovë, a jetojmë në Shqipëri, politikat tona gjithmonë kur vinë në propozicione flasin për korrupsionin. Korrupsioni është një ndër temat më të prekme dhe më të zëshme në vendet tona, por më të lejushmet dhe më të pranueshmet nga të gjithë njerëzit. Unë shpresoj që në fakt kjo histori të mos sjell më ngjarje të tjera. 16 marsi do të mbahet mend si dita më e rëndë. Tensionet janë shumë të mëdha në Koçan, do me thënë prindërit janë shumë të revoltuar, janë shumë të acaruat, kanë humbur dritën e syve të tyre, kanë humbur fëmijët e tyre. Një baba që është tashmë i bërë publik edhe në rrjetet sociale thonte që ç'më duhet jeta mua kur mua më ngjau drama më e madhe, ç'më duhet mua të jetoj tashmë kur mua më ka ikur drita e syve, djali 21 vjeç. Do me thënë kanë qenë të rinj të cilët kanë dashur të festojnë, kanë dashur të gëzojnë, por festa e tyre u kthye në ditën e tyre të fundit të jetës. Besojmë që Zoti vendos për fatin e çdo njeriu dhe Zoti ka dashur që ato të ikin kështu nga ky univers, por përgjegjësi morale dhe shpirtërore mbajnë edhe njerëz të cilët kanë përdor këtë diskoteka e cila nuk ka do me thënë nuk ka patur kushtet për të qenë një diskotekë. Ju e keni parë diskotekën për të cilën bëhet fjalë dhe ka vazhduar punën e saj dhe ka vazhduar angazhimet e saj si një ndër diskotekat më të frekuentuara në Maqedoni, konkretisht në zonën e Koçanit, Manastirit, Shtipit e të gjitha qytetet Strumicës që përfshin në atë territor. Të gjithë populli janë të shqetësuar, janë të tronditur nga kjo ngjarje, kanë humbur një gjenerat të tërë, Koçani humbi një gjenerat të tërë dhe kjo është një dhimbje që do të kujtohet me shumë pikëllim dhe me shumë trishtim nga të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por edhe më tej. Po jetojmë në ditë të rënda, po jetojmë në ditë të vështira. Ato mesazhe që në fakt prindërit kanë dhënë për këtë ngjarje dhe për këtë histori pas kësaj situate që ndodhi janë po këto që dhuroni sa më shumë dashuri, ndani sa më shumë momente të bukura me njëri tjetrin, sepse jetës nuk i dihet, ne mund të ikim për një qef dhe ai qefi përfundon në dramën më të madhe dhe në dhimbjen më të madhe që ne mund të përjetojmë. Kujtojmë që grupi i cili kanë humbur jetën ka lënë fëmijë të vegjël, ndërsa të rinj të cilët kanë humbur jetën dhe të rinj të cilët po luftojnë për jetën kanë patur kanë humbur ëndrat e tyre. Ka reaguar gjithashtu edhe Ministri i Shëndetësisë së Republikës së Maqedonisë, Zoti Arben Taravari, i cili ka treguar se si është gjendja në fakt në Republikën e Maqedonisë dhe si qëndron situata në këtë shtet. Ai ka thënë që jemi duke bërë maksimumin ton, duke u munduar që të jemi sa më të afërt me qytetarët. Ai thot, të nderuar qytetarë, sot në mëngjes u ndal së rahuri një zemër tjetër, edhe shoferi i ambulancës nga Koçani. Një njeri që ishte në vijën e parë të kësaj tragjedie të tmerrshme, një njeri që u përgjigj thirrjes për shpëtim, por zemra e tij nuk mundi të përballonte dhimbjen. Disa ditë dhimbje janë shumë të mëdha, disa humbje janë shumë të rënda për të përballuar. Kjo nuk është vetëm një tragjedi, kjo është një plagë që mbar të gjithë kombi. Trishtim për 59 jetët e të rinjve të humbura nga zjarri në Koçan ndihet në çdo shtëpi, në çdo rrugë, në çdo zemër. Sot qajmë si askush, nuk mund të mbetet imun ndaj një humbje të tillë. Në këto momente kur fjalët nuk mjaftojnë, ne përkulemi para të gjithëve mjekëve, personelit mjekësor dhe shpëtimtarëve, të cilët pa hezitim rrezikojnë jetën për të shpëtuar të tjerët. Kjo tragjedi na ka treguar edhe një herë se puna e tyre nuk është vetëm profesion, është sakrificë, është guxim, është humanizëm. U pref në paqe heroi mjekësor, pushofshim në paqen e të rinj, të ëndrat e të cilëve u shuan shumë shpejt. Le të mos përjetojmë më një realitet kaq të ashpër, shkruan Ministri i Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Zoti Arben Taravari. Unë uroj me zemër që prindërit të marrin forcën edhe të përballojnë këtë dhimbje që Zoti ka vendosur të jetë e tillë dhe kjo ngjarje të mos përsëritet më 16 mars, të jetë ngjarja më e rëndë që do të kujtoj
humbjen e 59 të rinjve që nga mosha 14 e deri më 21 në Republikën e Maqedonisë së Veriut.